Çfarë sinjali është ky? Po ju e thot shumë mirë në përshkrimin që bët, është veprimi pa precedent. Në mendimin tim, për të shpëtuar të gjithë këtë, pa u marrë me hallkat e drejtësisë që unë mendoj sot e kanë tepruar forcën e pushtetit të tyre, ishte që zonja Balluku, duke ditur shumë mirë që ka qenë subjekt përgjimesh, edhe për të respektuar të paktën pjesën e saj në ekzekutiv, sepse është numri 2 i qeverisë dhe ka dhe tagër moral. Në këtë rast, duhet të jepte dorëheqjen me kohë. Kuptohet institucioni dorëheqjes tek ne është pak i vështirë. Shikoj një pjesë të politikanëve nuk e kanë as staturën, as formimin për të bërë një akt të tillë. Ndërsa po të kalojmë këtë drejtësia, sot ka ndërmarrë një hap i cili është i rrezikshëm. E para sepse zonja Balluku, të cilës ne në këtë moment duhet i prezumojmë pafajësinë sepse nuk ka marrë dënimin, është e pandehur, por nuk ka marrë dënimin, është përveç se e emëruar nga zoti Rama si zëvendës kryeministre, është dhe e zgjedhur njëkohësisht. Një personazh i cili është i zgjedhur nuk mund të veprosh në këtë lloj mënyre. E para sepse ka një lloj mburoje ligjore, dhe është ajo mburoja ligjore për të cilën neve shpesh kemi thënë që deputetët nuk duhet ta kenë, por po vin ka momenti që realisht një lloj mburoje duhet të ketë. E para sepse ti bllokon aktivitetin e një qeverie, dhe e dyta është pjesa që ti duhet përballesh tashmë në drejtësinë me kushte të tjera. Zoti Velie e ka provuar këtë deri tani. Zoti Meta ka provuar pjesën e të themi e masës së ndalimit të tij dhe ekzekutimin e masës së ndalimit. Prandaj në këtë rast po mendoj që ky është më shumë lajm për të ngritur punën e SPAK-ut dhe ju e dini SPAK-u për pak ditë bën rokadën në krye të saj dhe me sa duket i duhet një aktivitet i tillë për të treguar forcën. Ndërkohë që shqiptarët presin pafund që me tagrin që kanë pasur, mundësitë që kanë pasur, të paktën 21 janarin ta kishin filluar kohë më përpara, nëse do donin të bënin diçka. Beni, me që përmendë 21 janarin, më duket se loja e SPAK-ut është pak si shumë politike, do me thënë, ngrihet një çështje e 21 janarit e cila u bë boz, dhe këta tivat e SPAK-ut nuk kanë këllqe të prekin asnjë nga opozita, as Berishën, as Fatmir Mediun për Gërdecin, as djalin e Berishës, ndërkohë kanë bërë kërdin në krahun tjetër. Dhe më duket se e bëjnë çojnë 21 janarin dhe kanë për të bërë një vrim në ujë, kanë për të bërë. Dhe ndërkohë godasin rëndshëm qeverinë. Dua të them që unë zonjën Balluku nuk është se e shikoja një njeri adapt për atë postë që kishte. Shqipëria ka më tepër kapacitete për të vënë të atilla poste, madje në shumë poste të përzgjedhur nga Rama për të vënë individ. Por ti në këtë moment je duke goditur majorancën. Ajo është figura e rëndësishme e majorancës, por mos më thënë që realisht është figura 2 e majorancës. Ajo ka mbetur, s'ka